Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Blu Televizion. Shqipëria vijon të mbetet një destinacion i preferuar turistik, konfirmuar kjo dhe nga shifrat gjithnjë në rritje të vizitorëve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia tha se vendi ynë gjatë muajit mars shënoi një rritje prej 59.598 turistësh krahasuar me marsin e vitit 2025, ose rreth 11% më shumë. Shqipëria vijon të mbetet destinacioni preferuar turistik, konfirmuar kjo edhe nga shifrat gjithnjë në rritje të vizitorëve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia tha se vendi ynë gjatë muajit mars mirëpriti 609.363 vizitorë të huaj, një rritje prej 59.598 turistësh krahasuar me marsin e vitit 2025, ose rreth 11% më shumë. Në një kohë sfidash globale, Shqipëria po sfikat gjithnjë më tepër si një alternativë e sigurt e gjithnjë më të rejse për turizmin gjithjetor, nga natyra tek trashëgimia kulturore, mikpritja, kulinaria dhe jetesa artistike. Oferta turistike shqiptare po fiton gjithnjë më shumë vëmendjen e botës, u shpreh ministri Gonxhia. Jo vetëm marsi, por në të 3 muajt e parë të këtij viti është regjistruar një rritje e numrit të turistëve, të biletave për vizita në parqet kulturore historike, zonat e mbrojtura dhe kalat, ndërkohë që synimi kryesor mbetet arritja e një turizmi gjithvjetor, duke ofruar diversitet të lartë në turizmin natyror, kulturor, historik, aventur, tradit, kulinari e më gjerë. Jo vetëm fundjava, por çdo ditë tregon se Vlora ka nisur erët sezonin e plazhit. Këto ditë para pranverës po regjistrojnë numër të lartë pushuesish. Të shumtë janë qytetarët dhe pushues vendase të huaj, që edhe pse fillim prill zgjedhin qytetin e Vlorës, madje edhe për të bërë plazh. Vlora e ka nisur herët sezonin e plazhit. Fundjava mbi dita ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, por edhe gjatë 2 ditëve të para të javës, dhjetra qytetarë dhe pushues vendase të huaj kanë zgjedhur bregdetin e Vlorës, madje edhe për të bërë plazh. Disa prej tyre nuk e ndalin kur plazhin në çdo periudhë të vitit, aq më tepër në këto ditë me diell dhe temperatura të ngrohta. Nuk mungojnë as turistët nga Italia, të cilët ndodhen në Vlorë me familjen e tyre dhe kanë shijuar këto ditë duke nisur kështu edhe sezonin e plazhit. No, io sono italiana, lui albanese. Avete cominciato la spiaggia? Certo, si sta benissimo. Temperature sono Perfette, io ho fatto bagno. Vivete qui in Valona o in Italia? No, noi abitiamo in Italia. Veniamo qua 2 volte all'anno. Avete cominciato presto? Certo, per Pasqua subito. Keni filluar plazhin? Jo, se kam ndaluar. Si, ma shpjego pak. 12 muaj. Njësoj, dimër, verë. Cila është periudha më e mirë për t'u larë? Dimri. Për juve? Dimri për. Pse? Se s'të djeg djeg. Po për neve që nuk e përballon do dimri. Ju jeni të paditur. Ku është periudha? Anti-shëndet. Duhet lexoni shëndeti i ndaluar. Ka dalë një libër. Shëndeti i ndaluar. Duhet lexoni ato të bëheni. Unë e kam lexuar dhe vazhdo. Sot kemi parë shumë njerëz në plazh. Duket sikur Kam pa djem shumë. filloi në Vlorë mund të them ju? Po. Deri në 2. Sa notoni në ditë? Sa orë? Futem 2 herë, 1 herë, 2 herë. Nuk e mati me orë, se mati me orë. Ja, unë sa kam dalë tash, do futem e njërë tjetër. Sa i domosdoshëm ose sa i rëndësishëm është noti për të I domosdoshëm. Është i domosdoshëm. Keni filluar plazhin apo se ndaloni asnjëherë? Neve nuk e ndalem asnjëherë plazhin, vetëm e rrallojmë çik në dimër, nuk vim për ditë. Kur shkoa më ideale? Që duket sikur është shkoa më ideale për neve, për grupin tonë është shkoa më ideale është janari, shkurti. Ata janë 2 muajt më të mirë për ne. Në këto të ditë kemi parë shumë njerëz që janë drejtuar plazhit, duket sikur Vlora e nisi sezonin mund të themi. Po. Janë shtruar njerëzit që futen në det, është e vërtetë. Po. Edhe dje ka pas njerëz. Vlora e nis herët plazhin dhe sezoni duket se nuk ka një datë të përcaktuar nisje apo përfundimi. Mjaftojnë pak ditë me diell dhe temperatura të ngrohta që qytetarët dhe pushuesit t'i drejtojnë bregdetit dhe madje të nisin edhe plazhin.
Në prag të sezonit veror, pastrimi i qytetit mbetet një sfidë e vërtet, pasi edhe pse sezoni nuk ka nisur në shumë pika në bloqet e banimit, pranë qendrës dhe vijës bregdetare, sheh mbeturina të edhura nga qytetarët vende pa vend, të cilat nuk janë pastruar prej muajsh. Jemi në prag të sezonit veror dhe pastrimi i qytetit mbetet një sfidë e vërtet, pasi megjithëse sezoni ende nuk ka nisur në shumë pika në bloqet e banimit, shumë pranë qendrës dhe vijës bregdetare, sheh ende mbeturina të hedhura vende pa vend. Mbetje këto të cilat janë edhe në pjesën kodrinore të qytetit, por gjithashtu edhe në brendësitë të zonës bregdetare. Mbeturina të hedhura nga qytetarët, të cilët prej muajsh nuk janë pastruar asnjëherë. Situata alarmante është në disa bloqe banimi në qytetin e Vlorës. Nga njëra anë është papërgjegjshmëria e qytetarëve të cilët i hedhin plerat vende pa vend, dhe nga ana tjetër mungesa e pastrimit dhe e kontenierëve në këto zona. Situata alarmante nga mbeturinat pas një vëzhgimi të bërë nga Blu Televizion është konstatuar në bllokun e banimit pranë shkollës tregtare, mbetje të cilat shihen edhe në një prej segmenteve kryesore rrugore dhimbje të ekonomit, duke ndikuar negativisht në imazhin e qytetit. Gjithashtu mbetje të shumta edhe në pjesën e Kodrës mbi shërbimin informativ shtetëror përgjatë rrugës së Unazës së Madhe. Një situatë kjo e cila tregon panoramën e qartë që ofron qyteti. Qytetarët që hetin mbetje vende pa vend, duke ndotur mjedisin ku jetojnë, dhe nga ana tjetër mungesa e pastrimit në këto zona, si dhe gjithashtu mungesë kontenierësh. Besimtarët ortodoks kanë nisur tashmë javën e madhe e cila përmbyllet me festën e Pashkëve. Atë Konstantin Prifti e cilëson këtë javë nga më të rëndësishmet për besimtarët, e cila kulmon me festën e madhe të Pashkës. Besimtarët ortodoks kanë nisur tashmë javën e madhe, ose siç njihet ndryshe javën e shenjtë, e cila përmbyllet me festën e Pashkëve. Atë Konstantin Prifti e cilëson këtë javë si shumë të rëndësishme për besimtarët, pasi ajo vjen në përfundim të periudhës së Kreshmës. Ai thekson rëndësinë e mbajtjes së Kreshmës si një periudhë përkushtimi, sakrifice dhe reflektimi shpirtëror që kulmon me festën e madhe të ringjalljes. Vinë në pritjen e Pashkëve të ngjalljes së Zotit Shpëtimtarit ton Jezu Krisht, pas një periudhe 40 ditore të Kreshmës. Por çfarë është Kreshma? Pse të krishterët duhet të kreshmojnë? Për ne të krishterët kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne nuk kreshmojmë vetëm nga ushqimi, por gjatë kësaj periudhe kisha është mbushur me lutje, me pendimin, me kungimin e shenjtë, dhe të gjithë të krishterët duhet të shtojnë pjesëmarrje në kishë në këto ditë të shenjta. Dhe nuk ka kuptim Pashka që e presim pa kreshmën. Pra, të gjithë krishterët, kreshma nuk është vetëm ushqimi, është edhe goja, sepse neve, thot Zoti, njerëzit hanë shumë gjëra, të cilat i përcjellin, treten, por ato që nxjerrin nga goja këto prishin, vrasin, shkatërrojnë. Prandaj, kreshma është e gjithashme, është me lutje, me pendimin, me pajtimin me të gjithë njerëzit. Dhe vim në javën e madhe të shenjtë. Ndërkohë kjo javë do të jetë mjaft e ngjeshur për besimtarët ortodoks me një sër liturgjish dhe meshash në kishë. Ato kanë nisur që nga e diela e dafinave dhe vijojnë gjatë gjithë javës, përfshirë të premten e madhe me shërbesën e epitafit, si dhe përmbylljen me meshën e ringjalljes. Dhe java e madhe shenjtë fillon me të dielën e dafinave, kur Krishti hyri në Jeruzalem, ai u prit me bujë dhe me brori, ku fëmijët shtroni dega, dafinash dhe rrobat e tyre për ta pritur te kur erdhi me përunjësi. I hipur në një pulisht gomare dhe për treguar atë përunjësinë. Por njerëzit e pritën me bujë të madhe, kujtoni se ky do ishte mbret toksor, por ai ishte mbret, nuk ishte toksor. Ishte mbreti i shpirtrave tanë për mëkatet tona, për ta treguar se ai ishte rruga, jeta dhe e vërteta, ku njerëzit do të gjenin shpëtim. Dhe duke hyrë në javën e madhe të shenjtë, kisha ka shërbesa paradite dhe masdite, që janë më të ngarkuara, por edhe më të domosdoshme për të gjithë ne. Filloj me të hënën e madhe, të martën e madhe dhe të mërkurën e madhe, në kishë bëhet mesha e përshënjtur. Për të gjithë ata që janë përgatitur, që kanë kreshmuar, vinë të marrin kungatën e shenjtë. Të njëjtën gjithashtu kemi meshë hynore, të shtunën gjithashtu. Dhe e diela, duke gdhirë në mëngjes, është mesha e fundit dhe kungata që marrin gjithë besimtarët që kanë kreshmuar, që janë të përgatitur. Të dielën besimtarët ortodoks kremtojnë festën e Pashkëve, ndërkohë që java e madhe ose java e shenjtë përfundon pikërisht me këtë festë të rëndësishme.
Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo ndau në rrjetet sociale momente nga puna për zgjatimin e shëtitores bregdetare Lungomare 4 në plazhin e vjetër të Vlorës, ndërsa thekson se ky investim ka për qëllim të përmirësojë aksesin, lëvizshmërinë dhe sigurinë në një nga zonat me potencial më të lartë të qytetit turistik. Puna për zbatimin e shëtitores së bregdetare Lungomare 4 në plazhin e vjetër të Vlorës vazhdon, duke u shndëruar në një investim të rëndësishëm për zhvillimin turistik dhe përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës urbane në qytet. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo ndau në rrjetet sociale momente nga puna në këtë projekt, duke theksuar se ky investim ka për qëllim të përmirësojë aksesin, lëvizshmërinë dhe sigurinë në një nga zonat me potencial të lartë turistik të qytetit. Vijon puna për zgjatimin e shëtitores bregdetare Lungomare 4, një investim infrastrukturor që synon të përmirësojë aksesin, lëvizshmërinë dhe cilësinë urbane. Ministri Demo në statusin e tij shtoi se ndërhyrja do të sigurojë më shumë siguri për këmbësorët, aksesueshmëri më të mirë dhe do të integrojë zonën me zhvillimet e tjera infrastrukturore të Vlorës. Projekti pritet të rrisë aktivitetin turistik dhe të sjellë vlera të shtuara për zhvillimin ekonomik të rajonit. Shëtitoria Lungomare 4 është pjesë e strategjisë për përmirësimin e cilësisë së hapësirave publike, rritjen e aksesueshmërisë dhe promovimit të turizmit bregdetar, duke krijuar një ambient më të sigurt e tërheqës për qytetarët, por edhe për vizitorët. Një aksident i rënd është regjistruar gjatë natës në zonën e quajtur mbi kalimi i Novoselës, ku përpasoj ka ndëruar jetë Albi Hoxha, 24 vjeç. I riu po drejtonte automjetin dhe është përplasur me barierat anësore të rrugës, është gjetur pa shenja jete 30 metra larg nga pika e goditjes. Policia po punon për zbardhjen e plot dhe përsaktimin e shkaqeve. Një aksident i rënd me pasoj humbjen e jetës së një personi është shënuar mëngjesin e së martës në autostradën Fjer Vlorë pranë mbi kalimit të fshatit të Novoselës. Një 24 vjeçar i cili udhëtonte me automjetin e tij, sipas policisë te normave të lejuara, është përplasur me barierat anësore dhe përpasoj është batuar 30 metra në anë të rrugës. Sipas policisë, 24 vjeçari ka ndruar jetë në vend, ndërkohë që një person tjetër ka mbetur i plagosur. Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në autostradën Levan Vlorë. Ngjarja e rëndë është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit pranë fshatit Novosel, duke shkaktuar pasoja fatale. Si pasojë e aksidentit, fatkeqësisht ka humbur jetën një njeri rreth 25 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, ai ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, përpara mbritjes së ekipit të urgjencës, i cili pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme nuk ka mundur të bëjë dot asgjë për ta shpëtuar. Më pas trupi i pajetës është transportuar drejt morgut të qytetit për veprime të mëtejshme. Sipas të dhënave paraprake, mjeti me targa AB 009 GN është përplasur me barierat mbrojtëse anësore të rrugës, duke psuar dëmtime të konsiderueshme. Rreth 30 metra larg pikës së përplasjes është gjendur pa shenjë jete shtetësi me iniciale AH i datëlindjes 7/8/2002, banues në qytetin e Fjerit. Në ngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Gjithashtu po punohet edhe për të verifikuar nëse në automjet ndodheshin edhe persona të tjerë në momentin e ngjarjes, si dhe për të përcaktuar me saktësi dinamikën e aksidentit. Autoritetet e policisë vijojnë hetimet, ndërsa pritet që në orët në vijim të ketë më shumë informacion zyrtar mbi shkaqet e këtij aksidenti tragjik. Një qen i racës Pitbull ka kafshuar një vajzë 4 vjeçare, e cila ka qenë e shoqëruar nga gjyshja e saj. Ngjarja e rëndë është shënuar në zonën e Lungomares në Vlorë dhe mitura me dëmtime të rënda në kokë është transportuar menjëherë në spitalin rajonal, ku dhe po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Një ngjarje që mund të kishte rezultuar fatale është regjistruar në Lungomare, ku një qen ka sulmuar dhe ka kafshuar një fëmijë rreth 4 vjeç. Fëmia është dërguar me urgjencë në spital pasi ka marrë plagë të rënda në kokë. Vajza 4 vjeçare është dëmtuar rënd dhe është futur menjëherë në sallën e operacionit pasi qeni e ka kafshuar në pjesën e kokës dhe të qafës. Qeni është neutralizuar dhe lidhur nga punonjësit e policisë dhe nga një punëtor që ndodhej pranë zonës, i cili ndërhyri duke lidhur kafshën me zinxhir, ndërkohë pritet ndërhyrja e veterinerit për largimin e qenit.
Në momentin e sulmit, fëmia ndodhe i shoqëruar nga gjyshrit. Aktualisht ajo ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Një nga punëtorët që ndodhej pranë, Seiko Veliu, ka ndërhyrë për të shpëtuar vajzën e vogël dhe ka rrëfyer momentet e ngjarjes, duke treguar se si reagoi për të neutralizuar qenin. Mua më Seiko Veliu. Ju ndërhyt për ta larguar fëmijën? Jo, një minutë. Ata po ikin rrugës. Erdhën të dy, gjyshi dhe gjyshen, edhe i mora unë, hajde bëj një foto xhaxhi, tash unë Seiko e tash unë, aty tash unë. I mora pasaj zbrita. Iki tash unë zoti të bëjmë mbretëreshi tash. Kaqi tash. Ikën qëni po vite qënë, një të ashu, një të mbërtyr, këtë të kokat, e pash unë, më veshën sytë. Një të kapur, qënin e lidhat 4 herë me zingjirë, shumë klubë në atyre, e lidhat e shtyllat. Se që pa nuk që ikë. Nuk për e lëshon e kuj ka fërë? Nuk, këtu në kokën, mi ishte kapi këtur, nuk që vdekur ajo. Fati që vajta unë, dhe pash që, thash unë, qa pati këshu dhe shumë. E mora e lidha atyre. Qëni erdi agresiv si apo u afua fëmija apo i vajti qëni? Qëni rrugës a unë, ku ti unë madhe shumë nga një, qëni rrugës, ka nga pitbullët e më dhejnë. Ka ndodhë erë tjera apo jo? Po, nuk e di mua tani me ere parë që më ndodhi. Ne punojmë këtu, e tani, kjo ishte rastësi. Jo se... Sa vjeç ishte fëmija? Fëmija, 4 vjeqë mund ishte, 3 vjeqë, 4 vjeqë. Vajti në spital? E qënë në spital, edhe ambulancë e morim. Po shpëtoj, nuk është. Ngjarja e rëndu regjistruar rreth mesditës në Lungomare, ndërsa fëmia pësoi dëmtime të rënda në kokë. Një 49 vjeçar është arrestuar në Sarandë për përndjekje dhe dhunë psikologjike ndaj një 42 vjeçareje, ndërsa bashkëshorti i saj është proceduar pasi u konfliktua fizikisht me të. Ndërkohë, një 19 vjeçar është shpallur në kërkim pasi dyshohet se plagosi me thik një 29 vjeçar në zonën e Ekualiptit. Një 49 vjeçar është arrestuar në Sarandë për përndjekje dhe dhunë psikologjike ndaj një 42 vjeçare, ndërsa bashkëshorti i saj është proceduar pasi u konfliktua fizikisht me të. Policia njofton se specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrant 49 vjeçarin banues në Borsh, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 42 vjeçare banuese në Sarandë, e cila pretendon se është përndjekur dhe dhunuar psikologjikisht nga ky shtetas, si dhe ishte vjedhur telefoni celular. Në lidhje me këtë ngjarje është proceduar penalisht dhe 66 vjeçari, bashkëshorti i kallëzueses, i cili është konfliktuar fizikisht me këtë shtetas, duke i shkaktuar dëmtime të lehta. Ndërkohë, sipas policisë, një 19 vjeçar është shpallur në kërkim pasi dyshohet se plagosi me thik një 29 vjeçar në zonën e Ekualiptit. Po këta specialistë, sipas policisë, referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim 19 vjeçarin banues në Sarandë pas kallëzimit të 29 vjeçarit. Ky fundit pretendon se në datën 05/04/2026 në vendin e quajtur Ekualipti në Sarandë është goditur me mjet prerës thik nga 19 vjeçari, duke pëstuar dëmtime. Ndërkohë në Vlorë është proceduar penalisht një 15 vjeçar që u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi në aksin Kanin Vlorë. Frutat dhe perimet janë rritur sërish këtë fillim jave në tregjet me pakicë në Vlorë. Për domatet, kastravecat dhe një grup zarzavatesh të tjera, kryesisht nga importi, çmimet janë shtrenjtuar me rreth 20%. Perimet dhe frutat janë rritur sërish në çmime në tregjet e pakicës në qytet. Për domatet, kastravecat si dhe një grup zarzavatesh të tjera, kryesisht nga importi, çmimet janë shtrenjtuar me rreth 20%. Vetëm domatet që vinë nga Greqia kanë arritur deri në 400 lek për kilogram në tregjet me pakicë. Qytetarët konsumatorë çdo ditë më tepër konfirmojnë se tashmë po marrin më pak pasi janë mësuar me çmimet e larta. Zarzavatet sipas tyre janë rritur me shumicë, ndërkohë sipas ekspertëve aktualisht ndodhemi përballë një rritje më shumë abuzive të çmimeve, sesa një shtrëngtimi të justifikuar nga rritja e çmimit të naftës në vend. Prej gati 2-3 javësh ka një rritje të frikshme nëse flasim për frutat dhe perimet, por edhe për produktet tjera. Ekspertët thonë se kemi të bëjmë me një fenomen abuziv. Shumica e perimeve sot janë nga importi, kryesisht nga Greqia ose Turqia, e që nuk ndikohen nga konflikti në Iran apo nga bllokimi i ngushtisë së Hormuzit. Por ajo që vëret sipas ekspertëve është se tregtarët në vend abuzojnë gjithnjë me zinxhirin e tregtimit.
Ndërsa për çmimet e produkteve vendase që pritet të dalin së shpejti në treg, rritja konsiderohet me justifikuar sipas ekspertëve. Ata thonë se nga ana tjetër ke një prodhim i vendas që sapo ka nisur e që realisht ka kosto shumë të lartë. Çmimet sipas tyre me shumicë variojnë nga 200 deri në 350 lek në varësi të produktit. E në këtë rast nuk mund të flasim për abuzim, pasi prodhimi në sera është përmbytur dhe dëmtuar 2 herë, e pritet që prodhimi vendas të jetë më i ulët këtë vit. Po ashtu edhe prodhimet e majit dhe të qershorit do të ndikohen nga çmimet aktuale të inputeve bujqësore. Në këtë situatë, ndërsa qytetarët konsumatorë përballen çdo ditë me çmime gjithnjë më të larta në treg, ekspertët në vend kërkojnë më shumë kontroll dhe transparencë në zinxhirin e furnizimit për të shmangur abuzimet. Shoqata Blegtorët Prodhues të Qumshtit është mbledhur përpara Ministrisë së Bujqësisë, ku po zhvillon një protestë lidhur me skemën kombëtare të mbështetjes për vitin 2026. Blegtorët shprehen të pakënaqur me politikat aktuale, të cilat sipas tyre po e vështirësojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e fermerëve. Shoqata Blegtorët Prodhues të Qumshtit është mbledhur sot përpara Ministrisë së Bujqësisë, ku ka zhvilluar një protestë lidhur me skemën kombëtare të mbështetjes për vitin 2026. Blegtorët janë shprehur të pakënaqur me politikat aktuale, të cilat sipas tyre nuk i mbështesin mjaftueshëm prodhuesit vendas dhe po e vështirësojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre. Protestuesit kanë dalë me pankarta të shumta në duar, ku shprehin qartë kërkesa dhe shqetësimet e tyre. Disa nga thirrjet më të dukshme janë stop importit të Qumshtit, duke kërkuar mbrojtje më të madhe për prodhimin vendas, formalizoni tregun e bulmetit, që synon rregullimin dhe kontrollin më të rreptë të tregut, si dhe bojkotoni firmat serbe. Thirrje që lidhet me konkurrencën dhe ndikimin e produkteve të huaja në tregun vendas. Do të thonë që sot një ditë humbur sot nuk ka ferm nesër, sepse po nuk mund, po nuk mund. Sipas përfaqësuesve të shoqatës, mungesa e subvencioneve të mjaftueshme, rritja e kostove të prodhimit dhe konkurenca nga importet po i çojnë drejt falimentimit shumë ferma blegtorale. Ata kërkojnë nga institucionet përgjegjëse të rishikojnë urgjentisht skemën kombëtare, duke përfshirë masa konkrete që do të mbështesin prodhuesit vendas dhe do të garantojnë një treg më të drejtë dhe të qëndrueshëm. Ndërkohë, Ministri i Financave Petrit Malaj dhe ai i Bujqësisë Andis Salla mësohet se kanë pritur në zyrë një përfaqësi për të diskutuar nga afër kërkesa dhe shqetësimin e tyre. Protesta pritet të vijojë dhe në ditët që vijnë nëse kërkesat e tyre nuk marrin përgjigje nga autoritetet përkatëse. Te 87 vjet nga pushtimi i Shqipërisë nga Italia, Vlora është nga qytetet që bëri qendres pushtuesi, duke hasur dëshmorin e parë për këtë trev në luftën e dytë botërore. Historiani Skënder Spahiu, gjatë një interviste për Blu Televizion, detajon ngjarjen më 7 prill të 1939-s. 87 vjet nga pushtimi i Shqipërisë nga Italia, Vlora është një nga qytetet që i bëri qendres pushtuesi, duke patur dhe dëshmorin e parë në këtë trev për luftën e dytë botërore. Historiani Skënder Spahiu, duke u ndalur te kjo ngjarje, thekson se qendresa ashtu si dhe në qytetet e tjera ishte spontane. Megjithatë, Vlora dhe Sazani ishin mjaft të lakmuara dhe Italia i kishte menduar prej kohësh këtë pushtim. Është një ngjarje e dhimbshme për kombin shqiptar, është një përgatitje e Italisë, e cila që mbas luftës së parë botërore në 18-ën nuk i hoqi synimet e saj nga Vlora dhe Sazani apo rrethinat e Vlorës, dhe i donte pjesë të protektoratit të Italisë. Ajo nuk e harroi 1920 kur Vlora dhe vlonjatët apo dhe të ndihmuar dhe nga pjesëmarrës të tjerë nga Gjirokastra, Berati, edhe qytetet e tjera të Shqipërisë,
I hodhën në det ushtrit italiane dhe për këtë arsye që mbas viteve 25-26 përgatiti terrenin financiarisht, përgatiti terrenin në fushën ekonomike, përgatiti terrenin në fushën ushtarake për të realizuar pushtimin e Shqipërisë më 7 prill të 39-s. Qëndresa e shqiptarëve ishte një qëndresë spontane, ishte një qëndresë e pa organizuar, sepse teorikisht mbreti i Shqipërisë në atë kohë me Zogu nuk ishte dakord me pushtimin e Shqipërisë, por kërkonte që kjo qëndresë të bëjnë në zonat e larta malore, kur Italia erdhi nga deti dhe nga hajri duke pushtuar skelat e Shqipërisë së saj kohe, Durrësin, Vlorën, Sarandën, Shëngjinin, dhe kjo qëndresë spontane u bën në Durrës, në Vlorë, dhe vetë vlonjatët dhe Vlora të organizuar në mënyrë spontane, në mënyrë vullnetare, i bën qëndresë realisht në skelën në portin e Vlorës, ku ra heroikisht dhe dëshmori i parë Hamid Vashko nga Gumenica. Këto qëndresa u shfaqen dhe në Durrës, ku ra dëshmori parë në këtë kohë dhe në Durrës Mujon Çinaku dhe përfaqësues të tjerë në luftimet ndaj pushtimit italian, kuptoi që luftimet ishin me armë të lehta, me mjete të ndryshme rrethanore të kohës, sepse ishte një qëndresë e pa organizuar dhe një qëndresë e cila ishte spontane nga patriotët e qyteteve të ndryshme ku zbarkoi ushtria italiane. Spaiu thekson gjithashtu se përgatitjet për këtë pushtim kishin nisur që prej vitit 1935, ndërsa Italia mori përkrajen nga aleatët e saj, por njëkohësisht edhe një lloj miratimi të heshtur nga vendet perëndimore, të cilat nuk e kundërshtuan. Kjo qëndresë ishte një qëndresë e cila kishte filluar që më herët duke kërkuar në atë kohë informacione, sepse Shqipëria ishte në terr informacioni, të shkruajtur dhe të radiove të kohës. Shumë lajme vinin dhe shpërndaheshin në Shqipëri nga patriotët shqiptarë që jetonin dhe punonin në Itali apo në shtetet ndryshme të Evropës, të cilët dërgonin mesazhe të ndryshme apo telegrame të ndryshme për çfarë mund të ndodhte Shqipërisë që nga 35-36, pasi Italia ndërmori agresionin në pjesën verilindore të Etiopisë dhe Somalisë së sotme, dhe synimet e saj që çuditërisht u përkrahen nga fuqitë perëndimore dhe ajo e mori lejin më së fundi nga aleati i saj Gjermania për ta pushtuar Shqipërinë. As Austro-Hungaria apo shtetet e tjera të Evropës perëndimore nuk e refuzuan pushtimin e Italisë ndaj Shqipërisë, pavarësisht ato kishin dhënë një ndërmjes të madhe për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë në 12-ën, si Italia ashtu dhe Austro-Hungaria, por synimet e tyre ishin me qëllime shumë afatgjata për ta bërë Shqipërinë në një protektorat të Italisë, për të qenë pjesë e kësaj mbretërie, ose siç thuhej në atë kohë ishte një lidhje organike e kulturës, e racës njerëzore, e shoqërisë të dy brigjeve të Adriatikut, të Italisë dhe të Ballkanit Perëndimor. Janë 12 dëshmorë të gjithsej në gjithë Shqipërinë dhe një prej tyre është në qytetin tonë të Vlorës, Hamid Vashko. Vlora, Durrësi dhe zonat bregdetare ishin të parat që u sulmuan, ndërsa 7 prilli mbetet një nga ngjarjet më të rënda në historinë e Shqipërisë. Të nderuar shikues, kjo ishte edhe gjithçka e përgatitur për edicionin e sotëm këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë zyrtare si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkë mirupafshim.